Përshëndetje miq, dua t'ju tregoj se retrospektiva ndonjëherë është e këndshme e lezetshme. Më kujtohet në vitin 2020 kur fillova luftën kundër pandemisë me një grup shokësh dhe miq që besonin si unë. Filluam në fillim në rrjetet sociale që nga muaji i shkurt, janar, kam folur në ato emisionet e para kur dola, edhe në vitin 2011 në një intervistë që kam dhënë në emisioni Enigma me Nadir Murën, kam treguar tër planin e elitës. Njerëzit e dinë se s'dua tash ti përsërit ato. Dhe midis tjerave kam thënë që agenda kryesore është depopullimi dhe kontrolli, dhe në depopullim hyn edhe pandemitë, pra pandemitë organizuara të bëra man-made, të bëra nga njeriu, dhe nga që e dinja gjithë agenda dhe këtë plan, sigurisht do isha nga të parët që fillova të flisja, që është organizuar e bërë vetë, dhe filluam ta denonconim së bashku me një grup njerëzish që kanë luftuar heronj, një pjesë e cilëve kanë dhënë dhe jetën, doktor, mjek me çmime ndryshme, Nobel, që e kanë denoncuar pandemin që ishte një nga genocidet më të mëdha që u bën njerëzimit, dhe që ata që rezistuan dhe që treguan të vërtetën nuk do të harrohen kur në agenda dhe në analet e historisë së njerëzimit. Dhe këtë krenari e kam edhe vetë, e them pa modesti. Më kujtohet kur ky Kopele Uturaku, që marr atë kapelen si që putët, kështu që të njehet nga ata që jam tuaj pavarësisht se çfarë flas, një kohë që unë flisja nga të parët kundër tyre dhe kam treguar se çfarë sionizmi e kam botuar dhjetra libra në shtëpinë time botuese, kur sot dalin flasin shumë, por gjithmonë mbahet mend Kolombi. Dhe ky Kapele Uturaku dilte atëre dhe më shante mua direkt, theshte kur I diq babaja e çovi atje në spital ke mjekët, e futën atë në protokollin e vrasjes, sa se kish iden se çfarë bëhej fare, pavarësisht se më ndiqte mua gjithmonë se çfarë thesha, po nuk I kapte mirë mesazhet që jepnja unë, si kopjatësja që më ndjen nga mrapa, dhe e futi baban atje ke protokollet, fatkeqësisht, dhe e vravi. Kur doli ati nga spitali, ndërkohë unë kisha filluar ato tubimet dhe trisja njerëzit, ky doli dhe tha, unë jam si ajo tha që thot s'ka pandemi, tha. Se unë thesha s'ka pandemi, ka plandemi. Unë nuk thesha s'ka elmim, ka elmim. Ato japin simptoma elmimi, por nuk është pandemi që përhapet me frym, se pandemia përhapet me frym. Prandaj thoja unë s'ka pandemi, është plandemi, pra një plan I orkestruar për të elmuar njerëzit dhe për t'i mashtruar sikur ishte pandemi, kupton? Mi po këta s'kuptonin shumica e këtyre torollakëve që s'merrnin vesh se ç'bëhej dhe që vajtën e morën atë braksin. Dhe ky doli dhe theshte, unë s'jam si ajo, ja bendej që se pranon vaksinën, e shtrova baban, falenderoj mjekët, I falenderoj shumë mjekët që ma vran baban me protokollin e gabuar, jo se vran këta, po këta edhe këta mjekët koqe ishin që s'kuptonin asgjë, sikur t'ju thonë ande bjeruni me vare në kokë që të shërohen, ata të bjerë me vare në kokë. Është protokolli, thonë, është protokolli. Edhe ky kur e pa që po mblidheshin njerëz në bulevard, filloi të bënte paralel në të njëjtën orë me mua. Unë e shpallnja për shembull me rrjetet sociale ditën e hënë, thesha ditën e shtunë takim në filan orë në filan vend. Ky ditën e shtunë atë orë e bënte në një vend. Unë I mblidhja njerëzit ke shkallë të anash presidencës, ky I mblidhte aty brenda ke ajo amfiteatri I Institutit Lart të Arteve. Shko qa provokator. Vetëm që të prishte këto se njerëzit konfondoheshin se ky vinte gjysmore para, unë vinja fiks që të mos I kapnin njerëzit dhe njerëzit rinin të shpërndarë se s'lejoheshin tubimet. Edhe unë I merrja, unë s'merrja as leja, asgjë, ky vinte në polici, merrte leja. Unë s'merrja as një leje nuk marrin arabelat kur këndojnë. Jo të marrin njerëzit kur duan të flasin fjalën e tyre të lirë. Asnjë leje. 3 protesta që bëra unë që mblodhen mbi 800 deri 1500 veta, asnjëherë nuk mora leje. Dhe madje ja thesha dhe në intervistat që jepnja,
i bënja thirrje Ramës dhe atij ministrit të brendshëm atij që ka qenë atë kohë atij ushtarakut që kishte ai, i thash mos guxo të preksh asnjëri dhe asnjë nuk prekën nga ato protesta që bënin me mua, sepse ne nuk shkelim as ligjet, ne nuk të bëheshim, nuk banim fjalime me mikrofon si që bënte ky Kastile që t'i arrestonin njerëz dhe të dilte ky si ero që luftonte me sistemin. Kurse ne mjafton bënim atë shpalljen në bulevard me pankarta, me veshje, ku theshim jo pandemi, jo lockdown, jo vaksinë me detyrim, edhe parullat të tjera, me njerëzit të cilët ata që dilnin atje me mua ishin erojnë dhe natyrisht janë shumë tepër, por që s'dilnin atë kohë nga frika dhe ata vibrojnë në frekuencat tona. Dhe ata janë zemra e bulevardit sot, ata njerëz janë. Ky tash kur e pa që s'po mblidhte dot njerëz, se 30-40 veta nuk i mblidheshin, bilenja dy rivajta dhe unë për ta respektuar, kur po i mblidheshin 30-40 veta dhe pasaj më futi Sazan Gurin. Janë njerëzit gjallë, le të thotë ndonjëri që s'është kështu. Më tha mua Sazani, e aproj këtë në perkë që unë se njënja se qishte. E aproj këtë në perkë dhe tha, ta futim dhe këtë në perkë në gjineve, Alfred tha, mos u bi kështu, se Sazani në fillim dilte me këta, nuk vinte me neve. I tha shumë le të vinë, më gjithi tha shumë kush është për këta gjendë le të vinë, po unë e kam dëgjuar që ai flet gjërat tjera, i tha shumë më shanë mua, thot nuk jam unë si ajo që beson ke pandemia, po me gjitha dhe le të vi. Sazani e futi në këto takimet që bënim ne, një ditë para se të bënim tubimet me grupin organizator, edhe yri ky, kujnë ky druj shtrembër që prish tërstimën. Po yri ky të shkel barin, nuk bin më bari. Fute këta në një vend, e ketë sigur dështimin. Dhe yri dhe qerën e dytë e prishi. Edhe e kthevi nga një lëvizje ynore që e kishim neve, kundër OBSH-s, ky e kthevi kundër Ramës, se kërkonte të merrte pushtet. Kërkovi ta kthente këtë agjendë qellore në agjendë toksore që të rrëzonte ky Ramën me ata njerëzit, e të bëheshe ky kryeministër të qeveriste ky, se mendonte që Rama atje në vllazëri ke Sorosi, ka qenë varësim, si doli ky tash u bë kryeministër dhe unë ngela kaq poshtë më ka lënë Rama si kolonel në rrugë për të prishur protestat, duhet shkoj unë atje në pallat ta marrun. Dhe kur dështoj, se sigurisht do dështonte me 2000 veta, nuk ke çfarë të bësh, se unë synonja që ti penja 30.000 veta dhe pastaj ata mund të ktheheshin si një pikë rezistence kundër sistemit dhe kundër Ramës. Më mbrapa ky, se është karrierist, ka krijuar një 2 parti, ka krijuar shoqata, hapeni atje në Facebook, kryetari kësaj, kryetari asaj, kryetari këtij forumi, kryetari atij forumi, ka 40-50 forume ka bërë të gjitha të dështuara. Dhe pasaj, duke parë që PD-ja ishte në atë luftën mes foltores Berishës dhe këtyre sorosianëve të PD-s me në krye Lulin, ky hyri në mes, edhe tha ta shfrytëzoj momentin unë tha me këta 10-15 veta që i mban me vete aty në për të gjitha këto protestat, sa të shfrytëzoj momentin tha se kështu për organizim është njash, e kam mësuar Sorosi për të bërë banderola, për të marrë mikrofona me artopalantë në kurisë, kështu janë njasha, janë mjafti e ka pasur kështu, njeri unë më të përsosur këta ja kalonte dhe lali erit e të gjithve ja kalonte ky. Edhe ju qep Berishës, edhe deshte të bëheshe kryetari PD-s, dhe Sorosi ja bëri propozimin Berishës, i tha, dëgjoj, tha, po t'jap ofertën e dytë mbas Lulit, tha, bëj këtë, tha, Kapele Republikën, Kapele Oturakun, tha. Edhe Kapele Oturaku përpoqte ta mashtronte, ta manipulonte Berishën. Ky do manipulonte Berishën. Ky ne perka, ky djallëzori. Berisha është super djallëzor. Edhe i tha Berisha, dëgjoj, hajde këtu e shfrytëzoj në këto takime me ca kryetar të tjerë partish që erdhën dhe ata. Ata nuk janë djallëzor, po janë naiv, janë vetëm u lërasin kot atje në bulevard, as marrin vesh se çfarë luhet, se çfarë bëhet, përdorin fjalë të mëdha në për këto podcastet kështu, po janë për të qaralli. Megjithatë nuk janë tradhtar, janë patriot, megjithëse mund të kenë origjinë bosnjake ndonjëri e kështu, po nuk them që është tradhtar, janë patriot, ngjiren duke thirrur atje
nga Gurmazi, duke mi po si lem fare të afrohen ata poltores që kanë kapur poltoren. Dhe bashkë me këtë kryetarin e me ca të tjerë, kështu që rinë rrugëve tër ditën, se s'kan as shtëpi, as familje, as tër ditën. Ky domethënë ky Kapele Turaku, s'pa familje, po edhe kur i afrohet ndonjë gocë kështu më kanë thënë që ikin s'kur e zë korrenti, nuk e di çfarë ka. Do vetëm të ri me meshkuj. Edhe i thotë Berisha dëgjoj, thotë këti, thotë atyre Sorosianëve nuk e jap PD-n, thotë ta mbaj për vete, prandaj bëra gjithë të luftë. Më mashtruat njerë, thotë me Lulin, deshin të ma fusnit, tash i thotë ta mbaj vetë, thotë, partinë. Dhe ty i thanë këti modelosh, thanë do të bëjmë avokat të popullit. U gëzua, ky fërkoj duart, tha, man doktor, ma qo emrin, tha, dhe filloj të servilosësh e Ramës, pasaj i dërgon të njerës për ta zgjedhur Rama. Mirë po, Berisha me Ramën janë dy anë të një gërshere. Prap, ja futën, e flakën, i futën e një shenë mbythë, sepse Sorosi e ka lëmë për në rrugë dhe i ka thënë, as gjikundi tjetër nuk do vesh. Vetëm je një pitbull që do rish në për rrugë dhe do lesh sa majtas djathas derisa të kesh jetë dhe do na dërgosh në raportime se çfarë bëhet. Por ne t'japim leje që ti të shash dhe të flasësh kundër nesh më shumë se të tjerët dhe të bëhesh i besueshëm. Dhe shumë njerëz fatkeqësisht këtë sigurim, djalë sigurim si familje sigurim si këtë pitbull të Sorosit në rrugë, këtë kolonel të Sorosit e konsiderojnë sikur është një njeriu i tyre që lufton për Shqipërinë. Kini kujdes nga druri shtrembër se prish tër stivën, kush kel ai nuk mbi mbari, sa më larg atë mostër.